Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdatat, bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të mënduar, duke kërkuar ndihmën e tij dhe duke lutur të Madhin Zot që të na jap sukses në trajtimin e këtyre temave, dhe t'i bën të dobishme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Jemi përsëri në takim me një emër të ri për emrave të Allahut Azza wa Jall, një emër që ne si musliman gati çdo ditë e përmendim Allahun me këtë emër. Dhe ky emër ka bërë që edhe përmendja Allahut përmes tij t'i mundson besimtarëve të arrijnë shpërblime shumë të mëdha. Edhe pse në formulim lutja dhe duaja dhe përmendja Allahut që bëhet me këtë emër është shumë e shkurtër, por shpërblimi është shumë i madh. Dhe padyshim se sikur që e kemi përmendur, edhe do ta përmendim përsëri me lejen e Allahut të mënduar, se të gjitha shpërblimet që janë përmendur lidhur me ndonjë lutje apo dua, mirësi dhe dobi që e sjell një dua dhe një lutje, janë të ndëlidhura ngushtë me kuptimin dhe përjetimin e asaj që thuhet, e jo vetëm me të thënërit e saj. Prandaj përderisa ne vazhdimisht e përmendim Allahun xhallahu ala me këtë emër, dhe çdo ditë është më rëndësi që t'ja japim kuptimin kësaj përmendjeje, duke njohur emrin Allah xhallahu ala që me të përmendim. Ana fjala është për emrin Allahut Es-Subbuh, që në bazë të kësaj themi subhanallah. Subuh është emri i Allahut xhallahu ala, i cili është përmendur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht e ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në duat e rukus, ku është përmendur se në ruku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Këtu e ka përmendur Allahun me emrin e tij Subuh dhe Quddus. Quddus e kemi mësuar në fillim për emrin e Allahut xhallahu ala të përmendur në surën Hashr. Dhe tash ka ardhur që të flasim edhe për emrin Allah xhallahu ala Subuh. Andaj se i përket këtij emri, thash është e mjaftueshme se është përmend hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si argument se kjo është emër për emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall. E se i përket kuptimit të këtij emri, do të thotë në aspektin gjuhësor, rënia e kësaj fjale zakonisht përdoret për të pastruar diçka, për të evituar tmetat dhe mangësitë. Çdo gjë që është e plot dhe nuk ka mangësi përmendet përmes rënies së kësaj fjale. Ndërsa kuptimi i këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala është se Allahu xhalla xhelalu është i pastër nga çdo emet. Prandaj kur thuhet tasbih, fjala tasbih është pej, do thotë të thënërit subhanallah, nga se në gjuhën arabe ka shkurtesa që përdoren për të treguar një lutje më të gjatë. Për shembull, la hawla wala quwwata illa billah, sa është e gjatë i thot hawqala, shkurt. Dhe dihet se kjo është për la hawla wala quwwata illa billah. Kur përmendet për shembull la ilaha illa Allah, i thot tahlil, halala. Edhe kur thot subhanallah e thot sabbaha, tasbih ka bërë. Prandaj tasbihi ndaj Allahut Azza wa Jall është, apo emri i tij Subuh është emër që aludon në atë se Allahu xhallahu ala është i pastër nga çdo emet. Se Allahu te baraka ve taala nuk i mbveshet atij asnjë mangësi. Dhe ai është i pastër nga çdo gjë që i mbveshin krijesat e tij, qoftë në mendim, qoftë në fjalë apo qoftë në veprim. Dhe do të marrim në vijim pastaj edhe në mënyrë të detajzuar deri dikun se për çfarë pastrimi bëhet fjalë. Mirë po, këtu në përgjithësi po përmendi se emri i Allahut Es-Subuh është një emër që aludon se Allahu xhallahu ala është i pastër nga çdo emet. Dhe kur themi i pastër nga çdo emet, qenia e tij është e pastër nga çdo emet. Fjalët e tij janë të pastërta nga çdo emet. Dhe gjithashtu veprimet e tij janë të pastërta nga çdo emet. Dhe tëra që e kemi thënë në lidhje me emrin Allahut El-Quddus
mund të jetë e përshtatshme edhe për emrin Allah xhallahu ala es-Subuh, me disa dallime të vogla, normalisht nga se nuk ka mundësi të përsëritet i njëjti emri me të njëjtin kuptim. Domosdoshmë ka dallime, përderisa i ka dalluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thënie, duke thënë Subuhun Qudusun, atë kanë dallime të vogla, mirë po, në përgjithësi kuptimi i emrit Subuh sillet rreth atyre kuptimeve që është sill rreth tyre dhe emri Allahut el-Quddus. Nëse tash do ta kthejmë këtë emrin të Allahu xhallahu ala dhe të shohim ndikimin e tij në jetën tonë të përditshme, atëherë mendoj se çdo lëvizje jona dhe çdo veprim i joni është apo duhet të jetë në shërbim të realizimit të kuptimit të këtij emri. Në çfarë aspekti? Në dy aspekte. E para, se njeriu shpesh herë dhe vazhdimisht e kupton mangësinë e tij. Dhe sa të kupton mangësinë e tij, apo i kujtohet Allahu xhallahu ala i cili është patmeta. Dhe në anën tjetër, do të thotë sa e kujton Allahu xhallahu ala i cili nuk ka tmeta, duhet të kujtohet vetja e tij me tmeta. Do të thotë kur njeriu i mbyllet dera dhe nuk shet dikush se ka mundësi të jetë i plot në këtë aspekt, apo të jetë i përkryer, të jetë i pastër, të jetë i patmeta, i mbetet dera Allahu xhallahu ala vazhdimisht e hapur sa ai është i patmeta. Dhe kështu ai nuk kërkon tokë dikën patmeta, nga se ai patmeta është vetëm qiell. Dhe kur njeriu fillon me mendu se ka filluar të përkryer dhe nuk ka tmeta, apo gjithmonë dera e Subuhit i tregon se jo, kjo është një derë që ty këtu të shfaqen tmetat. Prandaj emri Allahut e Subuh tek ne ndikon në këto dy drejtime që e përmenda. Edhe pse ajo që e kemi përmendur në disa raste duhet të mbetet gjithmonë si pikë që përmendet tek çdo emri Allahu xhallahu ala. Ajo është se njeriu nga natyrshmëria e tij do të thotë e don atë që është i përkryer, e don atë që është i plot, nuk ka tmeta. Pavarësisht a është vlerësimi i tij sakt apo nuk është vlerësimi i tij sakt. Megjithatë e don njeriu që është i plot. E don një krijesë që nuk ka tmeta. E nëse kjo është natyrshmëria e pastër e njeriu, atëherë në bazë të kësaj natyrshmërie emri Allahut es-Subuh duhet t'i shton njeriu dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala. Në shtohet dashuria për Zotin xhallahu ala i cili nuk ka tmeta. Dhe padyshim kur themi nuk ka tmeta, kjo është shumë e përgjithshme. Mirë, po padyshim se në qoftë se vetëm i marrim disa detale nga jeta e përditshme, se sa herë njerëzit i mveshin Allahu tmeta, duke kuptuar apo duke mos e kuptuar, do të shohim se për çfarë arsye nuk po shtohet dashuria ndaj Allahut xhallahu xhelaluhu. Nga se nga njëra, për shembull, mos madhrimi i Allahu xhallahu ala me këtë emër dhe mos të pasit kujdes në adhurimin ndaj Allahut xhallahu ala me këtë emër në mënyrë automatike, ndoshta të pavëretur, harxhon nga dashuria që kemi ndaj Allahut azza wa jalla. Prandaj nuk është dashuria ndaj Allahut xhallahu ala aja që vetëm ti e ke në kontrol, e shton kur don dhe e paksohet me vetdijen tënde. Jo, por ajo edhe harxhohet në qoftë se nuk kemi kujdes për rrjedhjet që mund të shkaktohen. Edhe unë tash i përmend disa shembuj ku përmes saj dëshmohet se si njerëzve u arrjedhin këtu keq kuptime dashurinë ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Prandaj normalisht prej tmetave më të mëdha dhe më të shëmtuara që njerëzit ja kanë vesh Allahut azza wa jall është atëherë kur kanë pretenduar se ai ka djalë. Dhe kjo është fyrja më e madhe që është bërë Allahut azza wa jall. Dhe kjo është emeta më e madhe që është shpifur për Zotin xhalla xhelaluhu. Prandaj edhe këtë e ka konstruar kështu edhe Allahu xhalla xhelaluhu, duke përmendur do të thotë shëmtueshmërinë e kësaj shpifje. Shëmtueshmërinë e kësaj tmete që ja kanë vesh Allahut azza wa jall, duke përmendur Allahun surën Maryam
se për shkak të kësaj shpifje, do të thotë gati sa nuk kanë pëlqitur qetë dhe nuk është qartë toka për gjysë. Apo nga shpifja e madhe. Prandaj njerëzit që nuk e kanë të qartë këtë çështje, nuk kanë mundësi kur me dashur Allahun xhallahu dashuri sikur se duhet ato. Pra shikon nga cila derë e kanë harxhu dashurinë e kërkuar te Allahu xhallahu ala. Nga mos pastrimi i Allahu xhallahu ala nga ajo emet. Dhe gjithashtu për asaj që duhet pasruar Allahu xhallahu ala kur themi subhanallah, e që duhet na kujtohet se Allahu xhallahu ala është i pastër, gjithashtu ka të bëjë me caktimet e Allahu xhallahu ala. Caktimi i Allahu te barekota që ka caktuar për çdo kënd. Dhe se nuk ndodh asgjë, as në individ, as në shoqëri, as në tokë, as në gjithësi, nuk ndodh askund asgjë pa lejen e Allahut dhe caktimin e tij. Dhe ajo që ndodh me lejen e Allahu xhallahu ala është ndërlidhur me diturinë e Allahu xhallahu ala dhe është ndërlidhur me urtësinë e Allahu xhallahu ala. Andaj një zhvillim në tokë apo një zhvillim që ndodh tek njerëzit është i ndërlidhur me disa procese që kalojnë përmes disa emrave të Allahu xhallahu ala. Nuk është zhvillim i thjeshtë. Prandaj asgjë rastësisht nuk ndodh. Nuk ndodh asgjë rastësisht. As nuk begatohet dikush rastësisht, e as nuk sprovohet dikush rastësisht, e as nuk ngritet dikush rastësisht, e as nuk ulet dikush rastësisht, e as nuk smuret dikush rastësisht, e as nuk shërohet dikush rastësisht, e as nuk pasurohet dikush rastësisht, e as nuk varfërohet dikush rastësisht, e kështu me radhë keq ka ndodhur në këtë botë. Të gjitha këto kalojnë përmes caktimit të Allahut azza wa jall. Dhe çdo mendim i njeriu se diçka rastësisht ka ndodhur apo diçka nuk është në rregull, bien kundërshtim me madhërimin e Allahut xhallahu ala me këtë emër subuh. Ka se urtësia e Allahut azza wa jall bën që Allahu të jetë i pastër nga çdo emet. Që Allahu xhallahu ala mos tim veshët ati asnjë lloj mangësie në asnjë veprim, as në vetën e tij, e as në fjalë, e as në veprimet e tij. Për këtë arsye edhe e vreni se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sa lutje ka përmendur fjalën subhanallah. Madje edhe në situata kur ndoshta nuk mund të gjejmë lidhje mes veprimit edhe thënies subhanallah. Edhe atëherë ka përmendur subhanallah për të rikujtuar vetes së tij se i patmeta është vetëm Allahu xhallahu ala. Shikoni vetëm këtë shembull që dua ta përmendi, pastaj kalojmë tek disa pika tjera që kanë të bëjnë me pastrimin e Allahu xhallahu ala nga çdo emet. Kur them pastrimin, do të ajo është i pastër, nuk ka ndonjë të pastrohet. Por pastrimin nga ajo që ja kanë vesh njerëzit, e që Allahu nuk i takon, as nuk i ka takuar asnjëherë. Është transmetuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka mësua ashabët e tij që kur janë në udhtim dhe gjatë udhtimit në qoftë se ngjiten në një rrugë lart të thonë çfarë? Allahu Akbar. Apo për çfarë arsye? Nga sot që është kjo tatpjece e madhe e vështirë, Allahu është më i madh. Shikoj edhe një gur i manalt me kon Allahu Akbar. Ndërsa kur kanë zbrit të poshtë, apo që nuk kupton ramjen, e që nuk kupton zbritjen, apo atëra kanë thënë subhanallah. Subhanallah do të për ta treguar se shiko kjo tokë me gjithë mirësi që i ka, mirë pa, i ka tmetet e saj, ka pak nalt, tani pak të poshtë me të lodh, apo edhe njeriu me gjithë këtë përsosmëri që Allah e ka krijuar, megjithatë nuk është njëjë sikurse kur të ecë rrafshit, sikurse kur të ecë lart ose sikur kur të bëhet poshtë, apo dhe në zbritjet e tij poshtë shfaqen disa tmeta të njeriu, apo një lodhje, një vështirësi në ecje kështu me radhë, andaj subhanallah. I patmeta vetëm Allahu xhallahu ala. Gjithashtu edhe në raste të ndryshme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur fjalën subhanallah. Sikurse e dini hadith në Aisha radhiyallahu anha, kur ka një grua që ta pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mënyrën e pastrimit nga cikli menstrual. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar se si duhet pastruar. Mirë po, aja nuk e ka kuptuar drejt këtë pastrim. Jo në kuptim të guslit, po si të pastrohet nga gjurmët e gjakut.
I ka thënë pejgamberi sa zon pastrohesh, dhe ai nuk e ka kuptuar. Apo dhe këtu është shfaqje ndoshta edhe e meta e shpjegimit, edhe meta e kuptimit dhe ka thënë subhanallahu. Ka thënë subhanallahu, Allah është i patmeta. Atëra e ka marrë Aisha e ka tërheqë këtë gru dhe ja ka shpjeguar në mënyrë praktike se si gruaja pastrohet, do të thotë në teshën e saj nga gjurmët edhe në trupin e saj nga gjurmët e gjakut. Andaj sado që të jetë shpjegimi i thjesht, megjithatë, ndoshta jo gjithmonë mundem me kuptuar të tjerët. Apo andaj Allahu është ai i cili është patmeta. Ne ndoshta nuk gjejmë në fjalorin ton fjalë adekuate të përshtatshme, edhe pse neve na duket kjo e qartë, po nuk është e qartë përballë atyre që na dëgjojnë. Ose dikush tjetër mund të jetë shumë inteligjent, mund të jetë shumë i aftë në aspekte tjera, por ndonjë nga ne nuk kupton. Andaj subhanallahu, i patmeta vetëm Allahu xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka porosur këtë fjalë tash në raste të tjera të shumta. Gjithashtu prej asaj që duhet ta kemi parasysh kur themi subhanallahu, e që duhet na kujtohet është ajo dilema që sillet në kokat e shumë njerëzve dhe fatkeqësisht ka filluar të sillet në kokat e shumë muslimanëve në lidhje me gjendjen e islamit dhe të muslimanëve në kohra të ndryshme, veçanërisht në kohrat tona, apo kur situata e jashtme nuk jep shumë optimizëm, ose disa njerëz thonë sikur të kishin qenë këta musliman, apo në vend këtyne, sikur të kishin qenë ky popull musliman në vend këtij populli, sikur të kishme qenë ky nacionalitet në vend këtij nacionaliteti, sikur të kishme qenë kjo fe në këtë kontinent, në vend këtij kontinenti, kishme qenë punë shumë më mirë. I themi subhanallahu. Kush ka caktuar që Islami të jetë i këtyre mos e i këtyre? Ai i cili është patmeta. Apo ai i cili është patmeta. Prandaj e kanë marrë Islamin dhe e kanë pranuar Islamin njerëzit më të përshtatshëm për bartën e tij. Po të kishte krijesa të tjera më të përshtatshme, do t'u japte Allahu xhallahu atyre ata. Apo e qysh e këta me këto cilësi, e këta me këto vepra, ai e din pse. Dhe ne nëse pak më thellë hulumtojmë për do punë dhe analizojmë pak më thellë, do të vërejmë se edhe neve do të na shfaqet pse këta janë musliman e këta nuk kanë bërë musliman apo. Pse këta si popull kanë hyrë në Islam e pse këta s'kan hyrë. Allahu xhallahu ala është ai i cili është patmeta. Dhe gjykimi i tij gjithashtu për t'ia nda Islamin popujve, edhe ky gjykim është patmeta. Por gjithashtu edhe ajo që kalojnë këta të përzgjedhur te Allahu xhallahu ala me Islam në këto sprova, në këto të lashtë që kalojnë, edhe ky veprim i Allahut dhe caktimi i tij është i patmeta. Apo s'ka mangësi. Çdo gjë ndodh në bazë të urtësisë së madhe. Prandaj kur themi subhanallahu, shikoni ndëruar në qoftë se ushqehet zemra me këto kuptime, apo me çfarë shpejtësie sillen shumë gjëra që japin kuptim thënë subhanallahu. Kur thua subhanallahu, sa gjëra do të thotë ndodhin në mendjen tënde dhe sa gjëra ndodhin në zemrën tënde, të cilat i japin kuptim thënies subhanallahu. Edhe dënimi që Zoti u ka sill popujve, edhe kjo është subhanallahu. Çdo popull që Allahu xhallahu ala ka dënuar, qoftë me shkatërrim, qoftë me çka do tjetër që e ka dënuar Allahu te bareke ve taala, gjithashtu kjo nuk bie ndesh me mëshirën e Allahu xhallahu ala. As nuk bie ndesh me mëshirën e Allahu xhallahu ala në krijesave. Ka Allahu te bareke ve taala, të gjitha veprimet e tij do të thotë janë të mbuluara me emrin e tij es-Subuh, që është larg çdo tëmete. Nuk ka as të tëmet veprimi i Allahut te bareke ve taala. Gjithashtu prej asaj që duhet ta kemi parasysh kur përmend emrin e Allahut subhanallahu, është edhe ajo që vjen nga Allahu xhallahu ala, jo në kuptim të caktimit kozmologjik, por edhe që vije nga ana Allahu xhallahu ala në kuptimin e caktimit sheriatik. Çdo gjë që Allah ka caktuar, apo është e patmeta. S'ka tmeta në sheriatin e Allahut xhallahu, absolutisht. Është i plot dhe pa mangësi. Për këtë arsye edhe nuk ka nevojë të shtohet dhe nuk ka nevojë të cungohet dhe mungohet prej tij, nga se po i ushtua diç këtij sheriati e që nuk vjen nga ai që është patmeta, po vjen nga dikush që është me tmeta, bëhet me tmeta. Nga se sheriati ka i plot nga ai që është i patmeta, nga ai që është i plot. Andaj sheriati është i plot dhe patmeta.
Në qoftë se prekën të dore ati që është me të meta, aty ku prek e bën me të meta. Për këtë arsye edhe shpesh herë, armiqtë e Islamit dhe ata që nuk ja kanë dashur, nuk ja dojnë mirë në Islamit, dhe që tentojnë me e prezentu Islamin si fe të mangët dhe jo të plot, zakonisht dilemat e tyre nuk janë drejt për drejt të lidhura me Kur'anin ose Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po janë të ndëlidhura ose me veprimet e muslimanëve, apo e që këtu nuk reflektojnë domosdoshmërisht ato që është e patmet e para, ose kapën për risi dhe bidate që janë vesh Islamit e s'ka të bëjë Islami me to apëtën. Shumicë në rase këto është. Për këtë arsye edhe normalisht, nga kjo dirë mund të gjinë të meta, nga se kam preka atje ku ka preka që ka të meta. Por në qoftë se prekin atje, ku nuk ka prek ai që ka të meta, por e ka zbrit ai që nuk ka të meta dhe ai që është i plot, Allahu xhallahu ala, atër pa dushim se shpesh herë ka ndodhë se kjo prekje ua ka ndryshu kurs në jetës. Dhe nga ata që kanë hulumtuar për të meta, apo i kanë kuptuar të metet e tyre dhe janë bërë adhurues të ati që nuk ka të meta. Atër ku kanë prek atje ku duhet. Prandaj në ndëruar nuk e ka shëmtuar këtë din. Para të tjere se në brendin e ti nuk shëmtuar këtë din. Nuk ka asë kush mundësi me e shëmtu. Por po flasë nuk e ka shëmtuar prezentimin e këtë dini. Dhe nuk e ka prezentuar pamën, dhe nuk e ka shëmtuar pamën e jashtme të këtë dini, asë kush më keq se sa bidatët dhe risit. Gjëra që janë vesh kësaj feje e që nuk janë të kësaj feje. Në çdo aspekt. Edhe sot, shikoni, do të thotë, veprimet e muslimanëve që janë me të meta, janë ato të cilat e kanë hap derën e sulmit ndaj Islamit. Në esencë, Islami nuk ka të meta, është i përkryer dhe është i plot. Dhe sa herë që ne kapemi për këtë din dhe i ndjekim rregullat e tij dhe i zbatojmë dispozitat e këtij shariati, edhe ne jemi në rrugën e përsosmërisht njerëzore me kon pa të meta. Për atë që ne i përmbajmë këtij shariati. Edhe pse do të mbetet në një aspekt natyra njerëzore që gaban, por po flas në kuptimin e përgjithshëm. Gjithashtu aja që bëhet fjalë sot për të drejtat e gruas që shpesh e kemi përmend apo në kodat të shumë emrave të Allahut azza wa jall. Të drejta dhe rregulla që Allah i ka përcaktuar për gruan janë pa të meta. Shikoni sistemet e atyre që kanë të meta, kanë nevojë çdo herë në çdo kohë me i rregullu, kanë nevojë me i modifiku, kanë nevojë me i përshtat, kanë nevojë shumë gjëra. Ndërsa ato që Allah e ka përcaktuar gruas, asnjë nuk ka pas nevojë të modifikohet, as përmirësohet dhe gjithmonë ka mbet aktiv dhe aktual. Ata janë duke e dëshmu këtë, por nga dyert e tjera fatkeqësisht. Nga se inati i tyre nuk u alen që ta pranojnë përmes Islamit. Andaj për shembull, kur e ka përcaktuar Islami se në çfarë mënyre është e mundshme të arrihet për shembull mirëqenia shoqërore, në kuptimin e moralit, në kuptimin e nderit, duke i përcaktuar rregullat e jetesës dhe raporteve mes dy gjinive. Një nga ato rregulla që janë të parë, s'ka asnjë thërmit të asaj që është e mangët ose që ka të metë, absolutisht. Por ne me komplekset tona pastaj e bojna me të meta. Në esencë s'ka të meta. Ndarja mes gjinive, apo mos përzira mes burrit dhe gruas. Sa nga kjo derë është akuzuar Islami dhe është goditur Islami. Sa e preashton gruan, nuk e lën të jetë pjesëmarrëse e kështu me radhë, apo dhe ka filluar përzirja e madhe mes burrave dhe grave, sa që ka përfshi gati krejt mejdanet e shoqërisë. Duke filluar nga shkollimi edhe deri tek veprimet e tjera të jetës. Tash vëllezëruar, ju keni lexuar, keni pas rastin me pa se kanë bërë studime të lloj-llojshme dhe janë mahnit me disa rezultate që u kanë dalë në këtë drejtim. Që Allahu ka dëshmuar se ky shariat ka ardhur atij që është subuh i patmeta. Apo studimet e fundit që i kanë bërë në rrafshin e
kapacitetit të aftësisë për me zonë mësim më tepër në zonësi, sa të bëjë studime, si me arrit kapacitetin e të kuptuarit dhe të arritjes mësimore të këndzonësi, a me ullë këtu, a me vesh kështu, a me jamësu kështu, sa ma te për me rritë këtë kapacitet. Kanë arrit më zbulu se përzirja me zgjinive e ullë kapacitetin e arritjes. Dhe ndarja me zgjinive e rritë kapacitetin e mësimit. Andaj kanë bësë me 2 klasë. Një klasë e ndare gjinit, mashkë dhe femna, pa përzim, dhe një klasë e përzime. Koeficienti të arritjes të klasa B, që është ndarë, ka qenë shumë më i lartë se të klasa A që ka qenë të përzira. Dhe në këtë drejtim, nuk kujtojnë tash emrat, por ka shkolla me emër që dihen, në kujtohet në Chicago gjithsesi, e di ka edhe në Washington me emrin të përmendur në disa qytete tjera të Amerikës, se punohet në disa shkolla prestigjioze private në ndarjen mes gjinive. Nga sa ata kur e zbulojnë këtë çështje, sa është më rëndësi, e bëjnë për interes, dhe nuk kanë komplekse sikurse na mund të jemi të kompleksuar, apo që e ngulfatim edhe dobin, edhe interesin, edhe e shkelim veten ton, apo edhe e privojmë nga mirësia, veç mos na thuhet se kena bërë këtë veprim. Prandaj sa është dashur kohë dhe sa janë sprovu njerëz në këtë rrafsh, derisa ka dalë dikush më zbulë se jo, mirë që ka mu da, ma mirë se me qenë të bashkuar ato. Pastaj gjithashtu edhe dobi tjera që i ka sjell, sot vetë shkenca i ka zbulu, do të në ndarjen me gjinive, se Allahu xhallahu ala nuk i ka krijuar që të rrinë bashkë. Vallahi ato që Allah e ka ndarë dhe e kanë bashkuar dhunshëm, ka më mbet i bashkuar dhunshëm gjithmonë me zor. Ajo që është me zor e bashkuar gjithmonë në pëlcitje sipër, s'rrin. Nuk rrin bashkë. Gjithmonë do të ketë sikurse Allahu xhallahu ala a ka krijuar normalisht me lartë shembulli, po për me tregu ato që se ka kriju me nejt bashkë. A ka kriju Allahu xhallahu ala zjarrin dhe ujin me nejt bashkë? Nuk e ka kriju me nejt bashkë. Nuk e ka kriju me nejt bashkë. A ka kriju Allahu xhallahu ala për shembull ujkun të rrinë bashkë me delën? Sa të rrinë bashkë dihen pasojat. Ata rrinë bashkë, s'o problem. Mirë po dihet çka ndodh ato. Andaj ato që Allahu xhallahu ala nuk e ka krijuar me qëndru bashkë, wallahi nuk rrin bashkë kur. Dhe ato që Allahu xhallahu ala e ka krijuar të rrin bashkë, nuk ndahet kur, pse ndajnë? Po ndarja do të ketë kosto për ata që e kanë ndarë. Prandaj gjitha këto që sot trumpetojnë drejtat e gruas, apo dhe emancipimi e zhvillimi e kështu me radhë, të gjitha këto vijnë nga ata që kanë tmeta. E kur vjen nga ata që kanë tmeta, wallahi domosdo do të ketë tmeta. Është e pamundshme mos të ketë tmeta. Është e pamundshme mos të ketë dobësi. Është e pamundshme mos të ketë mangësi. Prandaj ne duhet sikurse e kemi vazhdimisht të jemi krenar me ato që Allahu xhallahu ala e ka zbrit, të jemi krenar me ato që Allahu xhallahu ala e ka kërkuar dhe na ka porosit me të, nga se vetëm kështu jemi domosht të pameta. Dhe jemi në rrugën e përsusmërisë njerëzore. Shikoni veprimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikurse e kemi përmend në shumë raste, veprimet e tij sallallahu alaihi wasallam vallahi janë të hapura për këtë njerëzimit. Është një muze i hapur që kanë drejt vizitor 24 orë me hinë të aftën. Dhe asgjë nuk është në fshehur në këtë muze. Këtë janë të ekspozuara, këtë janë të prezantuara dhe ditë për ditë hinë këtë muze dhe shkojnë duke u mahnit se si ka mundësi një njeri marrë deri në këtë shkollë apo. Apo sa që edhe për ashabët e tij është thënë se kjo është gjenerat utopike, e pa arritshme. Apo ashabët shënojnë përsusmërinë njerëzore. Nuk ka arrit kur shoqëria deri në atë nivel të respektit, dashurisë, sakrificës, vlerave të shumta që e mbajnë shoqërinë, kur s'ka arrit në atë nivel që e kanë arrit ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Nga sa ata e kanë ditë kur kanë thonë subhanallahu, çka i vjen me thonë subhanallahu. Ata kanë kuptuar drejt këtë çështje, prandaj edhe ka pas ndikimin e vet në jetën e përditshme. Prandaj vëllezëruar, për të pas, sikurse do t'i përmendi vlerat e të thënë subhanallahu, për të pas kuptim kjo thënie tek ne, padyshim se duhet të shoqërohet me këto kuptime, duhet të shoqërohet me këto pastrime që i përmenda, të shumta që padyshim se nuk kanë fund, sikur që nuk kanë fund mendimet e këqija të njerëzve për Allahun xhallahu ala.
nuk kanë fund, nuk çuditësh çfarë u bie ndërmjet njerëzve për t'ia mbeshë Allahu xhallahu në të mit. Nëse ata këtë nuk e bëjnë në mënyrë të drejtë për drejt. Me thënë, por veprimet e tyre, pakënaqësia e tyre, lëvizjet e tyre, e kështu me radhë aludojnë se këtu bëhet fjalë për një veprim të cunguar, të mangët me tmeta e kështu me radhë, apo andaj timi të pajtuar me caktimin e Allahut, vallahi do të jemi të plot. Le të jetë e pajtuar edhe femra dhe gruaja muslimane, me atë që Allah ka caktuar, nga se përsosmëria e gruas dhe plotësia e saj është në mbulesën e saj. Vallahi kur zbulohet është e mangët. Pse? Nga se hijabin e ka përcaktuar që është subuh, apo ndërsa zbulimin e ka përcaktuar që është i mangat të gjitha anët. Kush e ka sill zbulimin mes njerëzve? Kush e ka sill? E ka sill iblisi, shejtani. Nga sa ai që nga dita e parë e kontaktit me njeriu apo ja ka sill zhveshjen atë. I ka dhënë hapë kësaj pemë edhe posa ka hongër bedet lehuma sawatuhuma. Si e ka ndëgjuar iblisi, andaj kjo është metodë djallëzore për të zhvesh njerëzit nga petku që Allahu xhallahu ala i ka vesh me të ata. Prandaj ku ka mundësi të jetë gjykimi i iblisit, subhanallahu, më i plot se sa gjykimi i Allahut azza xal. Madje nuk krahason këto. Për këtë arsye edhe kështu duhet ta kuptojnë mbulesën, ta kuptojnë çdo gjë që Allahu xhallahu ala ka caktuar gruas se ka të bëjë me ato që e plotson, e asesi nuk e lën të mangët atë. Madje edhe kur e ka obliguar që ti nështrohet dhe dëgjon burrin e saj, këtë e ka bërë për ta ngritur Allahu xhallahu ala dhe për ta bërë të plot. Nëse rebelimi ndaj burrit është mangësi për gruan atë. Nëse ai që ka krijuar dhe është i plot, ai e ka caktuar këtë. Edhe tek burri, ai që ka kërkuar Allahu xhallahu nga burri, edhe është që e plotson. Ajo që e mungon dhe e cungon. Prandaj u dhëruar me një fjalë shumë ka çfarë të futim në këtë aspekt, por dua të them se emri Allahut as-Subuh, që prej tij del lutja jon dhe përmendja jon për Allahu xhallahu ala, duke thënë subhanallah, le të jetë e shoqëruar me këto kuptime dhe me shumë të tjera që na e ndijmë se kemi nevojë të na shoqërojnë, që gjithmonë të jetë Allahu xhallahu ala i pastër nga çdo emet, i pastër nga çdo mangësi, i pastër nga çdo fjalë që nuk i ka hije të thuhet në drejtim të Allahut te bareke o taala. E kur gjitha këto i kemi parasysh dhe këto kuptime janë të prezantuara dhe të përmbledhura në thënien ton subhanallah, atëherë padyshim se nuk do të mungojnë edhe vlerat e shumta dhe dobitë e shumta që i sill fjala subhanallah. Një nga ato unë do të përmani, për shembull, fjala subhanallah ka në argumente të qarta se është fjala më e dashur tek Allahu xhallahu ala. Fjala subhanallah është fjala që Allahu më shumë t'i dhën. Prandaj ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikur se transmeton Buhariu në sahihun e tij, nga Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, a dëshiron me të lajmëru për fjalën më të dashur tek Allahu, cila fjala që Allahu më shumë t'i dhën, ka thonë subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Shikoj se e ka lidh këtë subhanallahi wa bihamdi. Apo nga se Allahu është i pastër nga çdo emet. Prandaj alhamdulillah, që kemi ne kësaj Zoti, alhamdulillah, subhanallah, njëra duhet me zhvesh nga çdo emet, ta pastrojmë Allahun xhallahu nga çdo njoll. E pastaj merr kuptim edhe fjala alhamdulillah, pastaj pak më ndryshe atë. Kur thua alhamdulillah, nuk ke mundësi me përjetu fjalën alhamdulillah nëse nuk kalon ky përjetim përmes përmirësimit të fjalës subhanallah. Ana sa më kualitativ është subhanallah, shtohet kualiteti i alhamdulillah. Gjithashtu ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se i dërguari sallallahu alajhi wasallam, sikur sa Buhari ka thonë, dy fjalë janë khafifetani ala lisan, janë të lehta në gjuhë, thaqilatani fil mizan, janë të rënda shumë në mizan peshor nesër, habibetani ila Rahman, janë të dashura shumë tek i gjithëmshirshmi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Andaj Allahu xhallahu ala do të e dën këtë fjalë, por kur e dën? Atë kur robi e përmend Allahun për ta deklaruar fillimisht në vetën e tij dhe botërisht se Allahu xhallahu ala është i patmeta, me krejt kuptime që i cekëm dhe shumë të tjera që mund të përmend. Atëherë merr fuqi kjo fjalë.
Por dikush thot subhanallahu, 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 mas namazit 33 thot subhanallahu, apo edhe nuk je këtë zhiku për një punë që se ka arrit, çfarë subhanallahu është kjo atëre? Apo edhe nuk kënaqet me diçka që Allah e ka caktuar thot subhanallahu, subhanallahu, subhanallahu. Po ka kjo. Pastaj 33 thot elhamdulillah, 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 asoj të kënaqet me atë që Allah e ka dhënë. Dhe kjo është një lloj, vallahi një lloj mos përputhje mes asaj që besojmë dhe themi. Mes asaj që ja deklarojmë Allahu xhallahu ala dhe asaj që sillemi në bazën e këtij jete. Andaj ta përmirësojmë jetën tonë në bazë të themi. A di çka po thu? Qytetarët e thon. E ku është reflektimi i kësaj në jetën e përditshme? Ku është? Ku gjinet kjo? Ku mund me gjet këtë në jetën tonë? Kallzam. Në cilin vend? Andaj kjo është Islami valla. Të bashkojmë mes besimit dhe veprimeve. Të bashkojmë mes bindjeve dhe sjelljeve. Në qoftë se bindje me një anë, e sillet me një anë, e lutet me një anë, të shkapërderdhur, që ata tani bëjmë edhe vetë shkapërderdhur. Apo se vallahi përçarja mes muslimanëve dhe shkapërderdhja ndarja ka fillimisht nga përçarja e brendshme e zemrës, e ndar. Apo një bindje ka, një sjellje ka, të pa unifikuar në brendin ton. E përderisa nuk kemi të unifikuar në brendin ton, nuk mundemi të prodhojmë unifikim edhe në aspektin e jashtëm apo. Ne thu subhanallahu dhe unifikoj jetën tënde me këtë thënie. Dhe përshtatë jetën tënde me këtë deklarim që thu subhanallahu. Atëherë bëhet fjala më e dashur tek Allahu xhallahu ala. Nuk e thon fjalë më të mirë që e ka dëgjuar Allahu xhallahu ala nga vetja jote se kur i ka thënë Allahu subhanallahi wa bihamdi. Gjithashtu ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se fjala subhanallah i rënon mëkat dhe shlyn sado që tinë ato të mëdha. Sikur që ka një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kush thot subhanallahi bihamdihi 100 herë brenda ditës i falen mëkatet edhe nëse janë sa shkumë e detit. Ja falë Allah gjunat e mi pas sa shkumë e detit. Kjo shkumë e detit nuk është me mbledh shkumë e detit këtë ku ka edhe gjunat unë pasa ma shumë s'po më falkan. Jo, në kuptim të sasisë. Se shkumë e ditë e sa është e madhe, apo andaj sa do që të ka gjinoa, sa do që të ki gjinoa ti, kjo fjallë i fshin. Mi po qysh i fshin kjo fjallë? Të thonë veç subhanallahu bihamdi? Ja, mundohë me praktikën e thonë dhe e shese nuk len gjuna kjo fjallë. Nuk len, të gjitha i rënan, i fshin të kaluarat dhe bët kujdestari yt për të mos vepruar tira në të ardhën. Fjalla, subhanallahu bihamdi, i fshin me katët. Edhe në qoftë se janë sa shkuma e detit. Gjithashtu është përmend hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se fjala subhanallah është deponimi më i mirë për ditën e gjykimit. Kjo fjalë, ama thash përsëri me emrin Allah subuh dhe me këtë kuptim është deponimi më i mirë dhe nuk ka ardhur robi me diç më të mirë yawmul qiyama se sa me fjalën subhanallah. Wallahi me pas këtë kuptim kur subhanallah e kupton se kjo është më e mira që unë e bëj sot apo. Dyshë apo thot subhanallah. Nuk bëhet thjesht fjalë goje, por merr një kuptim komplet tjetër sikur që e përmenda. Transmeton Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ala unabbiukum bi khairi a'malikum. A dëshironi t'ju lajmëroj për veprën më të mirë që e bëni. Wa azkaha 'inda malikikum. Dhe vepra më e pastër tek krijuesi dhe sunduesi juaj. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dhe një vepër që ju ngrit më shumë të në shkallët e larta të xhenetit apo. Wa khairun lakum, dhe është më e mirë se të shpenzuarit e arit dhe argjendit për juve. Ma mirë është që ke fjallë. Ka thonë, vë khairun lakum, edhe është me mirë, se sa të takoni një armik dhe të luftani atë dhe ajtë që ju luftën juve. Shiko, gjitha këtu i ka përmledhë, që ka mundësi me konë këtë diqka që kejtu, ja të i kërën gjitha këtu e punëve. Kanë thonë, si ju ja Rasulullah, që s'kem qef me nënë këti, ka thonë, dhikrullah. Përmendja Allahut ato gjithë. E përmendja me mirë Allahut është me thonë, subhanallah. Në qoftë se dhikri në përgjithësi është më i mirë se gjitha këto vepra, mbrana këtij dhikri fjala subhanallahu është fjala, fjala më e mirë që Allah xhallahu ala më shumë i dënon. Dhe gjithashtu ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam
se për vlerave të kësaj fjale është se për çdo të thënur subhanallah, çfarë ndodh? Mbjellet një trung i palmës në xhenet. Subhanallah. Sa duhet mund me mbjell në palmë xhenet? Nuk matë kjo me mund. Nga se këtë mundi i dunjas më u shpenzu, materialisht edhe fizikisht, nuk arrijet kjo korraptën. Sot për shembull, po bojnë ekspedita të ndryshme për me shujt kurreshtin e njerëzve me i qunë hanë. Apo? Edhe biletet për i paguin me qindra mijëra euro. Apo? Me gjithë spekulimet që bëjnë, apo shkojnë, apo shkojnë, s'po du me i atje, po kryesorja, po bëhet një farlloj oferte. Apo me qindra mijëra euro, me shku, me pa dhe me zbit, kur gjë. Sens po bëha kia. Apo? Veç me pa, me shujt një kurreshtje, çka ka për te, 11.000 metrave që me aeroplan e ka pa, pëtë të shëllë pak ma nalë tëne, që të tërkush nuk shë. Që i ka që pëtë? Sa duhet me pagua pëtë? Apo? Kjo veç njëherë me shkua. Dhe gjitha këto janë, gjitha këto shkurje, gjitha këto lëviz janë, mrena asaj që quhet se me u dunja. Kulmi i kësaj dunjaja. S'kën del as kusht, jashtë se me u dunja. S'kën del, absolutisht. Nuk mund me dalë. Nga se dalja nga cipa e qiellit parë bëhet me leje. Nga se çdo palë qielli apo ka kujdestar. Nuk ka mujt me kalu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa leje. E as kush pasi s'ka me bëu këtë kurr. Kur ka shkuar në Isra dhe Miraj me Xhibrilin kanë kërku leje. Në qiellin e parë kush, e në dytin kush, e tretin dhe janë shkuar. E xheneti ku është? Xheneti është mbi 7 qiella atë. Para mëna njerëzit japin parë nër qiellin e parë pak më nat me shkuar. Edhe ju duket shumë interesant. Edhe sa mundi e sa rreziku, apo e sa sakrifica për me shujt një kurreshtje. Ti përs unë qëti, jo qiellin e parë as dytin, as tretin, as katërtin, as pesin, as gjasën, as shtatin, mi këta, me një vend ku te i kalon imagjinatën, ku te i kalon çdo lloj paraftyrimi dhe pasurimi, së ne parafton korva këta. Te i kalon çdo mundësi me e zbërthy praktikisht në bukuri, e pa mundshme ato. S'ka pa asyrnia, s'ka ndëgju veshjas, imagjinata ide s'ka mundësi me përfshija te korv. Apo e na dven, jo me e pa për kurresht dhe më kthy. Apo po për me i siguru vetet vend që aty, për unë që të shtëpia jote thush subhanallahu bihamdi. Andë ka vlerë e madhe kjo? E ati që Allah ja miell palmën në xhenet nuk ja shkul kurrë. E vonon ndoshta për shkak të vëndes së tij. Po kjo është haku i tij, kjo është hisja e tij. Pra ti prej këtu i siguron vetet tënd, e ndërton kopshtin tënd, si po ke dëshirë me u duk në xhenet, me çfarë fjale? Me fjalën subhanallahu bihamdi. Po thash atëherë kur ajo e ka kuptimin e vet në ndëruar, kur ajo ka fuqinë e vet. Por jo me thon subhanallahu bihamdi, apo ndërsa subhanallahu s'është askund me jetën tonë, as me fjalët tona, as do bihamdihi s'është ç'është duhet, apo se më shumë hamdihi dikujt tjetër se Allahu azza xal, apo ose ka hamdihi vetvetes se Allahu azza xal, e kështu nuk miellet ato. Kështu as filizat nuk miellen, se s'rën, s'ka rroj. Nga se rën e kësaj palme, e këtij trungu të fuqishëm të madh, qëndrojnë në kuptimin e kësaj fjale. Ndërsa frytet janë thënia e saj subhanallahu bihamdi. Prandaj prej vlerave të kësaj fjale është se mundson mbjelljen e kopshtit në xhenet. Dhe gjithashtu për ato që e kam përmendur dietarët është se fjala subhanallahu bihamdi është nga vepra që më së shumti e rëndojnë peshorën e yawmul qiyamah. Sigurisht që ka më herët, apo? Thush, a do me e rëndu peshorën? Nga se gabim është që thonë, ana e djathtë e peshorës dhe ana e majtë. Nuk ka peshore anë djathtë e anë majtë. Apo, peshorja ka rëndim dhe ka lehtësim. Rëndimin në kupton më rëndu pozitivisht. Qofse lehtohet në kupton negativisht. Që kështu funksionon peshorja e veprave. Apo, jo në qofse rëndohet me punë të këqija. Jo. Punë të këqija nuk vinë rënd kur. Andaj nuk mund mu cilësu punë të këqija me rëndim. E ato nuk rëndojnë kur. Po lehtohet peshorja, pse? Nga se punë të mira nuk janë të rënë sa duhet. Nuk janë të rënë sa duhet.
Andaj edhe në këtë botë është çështot. Nuk kanë të tjerë të fortë, absolutisht. Apo por ata që duhet me kon të fortë janë dopt. Për ata shejtani është i fortë, kur nuk bëhet shejtani i fortë. S'mund me kon, ka se Allahu e ka quajtur të dopt. Nëse Allahu ka gjykuar për shejtanin dhe këtë çka i bën i dopt, do të thotë deri në kiamet ai është i dopt. Po shumë i fortë u bë, ja s'u bë i fortë shejtani. As kur nuk bëhet i fortë. Por na dobësohemi, e normalisht kur është njëri i smut edhe domthon i dërmuar nga lodhja dhe nga smundja nuk mund të lëviz gishtin, apo dhe një fëmijë 3 vjeçar apo ja ngre veshin e floktë, apo ky fëmijë i fortë, jo ai fëmia është çaj fëmijë ataj, është rrit, i 3 vjet i ka është talaj dopt, talaj i lig. Po ky burri që ushtra këtu, ky do të shumë ata. Andaj trupi umetit është ashtu apo? Apo si trupi i njerit smut. Prandaj është tash më lehtë për të doptit me u vërsu tek ata. Edhe tek xheneti, tek peshorja. Nuk rëndohen punë tek xhia. Jo ato. Por ato mundsojnë që të bëhet peshorja e lehtë, për shkak se aja që duhet me rëndu nuk e ka rëndu sa duhet ato. E aja që don të rëndohet peshorja yaumul qiyama, çka duhet me bë? Duhet me thonë subhanallahi wa bihamdihi ato. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar këtë thënie se është e rënë në peshorja ato. E rënë në peshorjen ditën e gjykimit. Pra këtu janë vlerat e kësaj fjale dhe këtu janë kuptimet e këtij emrit Allah xhallahu ala që duhet t'i kemi parasysh, nga se me këtë fjalë jemi në takim çdo ditë. Apo çdo ditë jemi në takim me këtë fjalë. Duke filluar ditën tonë me namaz subhanaka, kur të fillojmë subhanaka, Allahu akbar, subhanaka Allahumma bihamdik, apo e fillojmë namazin tonë me subhanaka, pastaj me ruku subhana, pastaj me sejde subhana, pastaj me subhanallah, e jashtë namazit, e gjithmonë jemi në takim me këtë fjalë. Andaj ekziston mundësia dhe rreziku që për shkak të përdorimit të shpeshtë kalon në mekanizëm dhe rutinë. Ka mundësi. Por ekziston edhe mundësia nëse kemi kujdesin që çdo thënie të mbjellë një kuptim. Çdo thënie një kuptim dhe paramendoja për shembull apton, çdo thënie nditje ka një kuptim me e gozhdu, apo për një javë ditë sa kuptime të rëndësishme që i sill ky emër dhe kjo fjalë do të mbjellë në zemrën tonë shumë vëllai. E pastaj do të dyshojnë edhe shumë gjëra të jetës tonë. Allahu xhallahu ala mëson që ta madhrojmë me zemrat tona para gjuhëve tona. Dhe lutem Allahu xhallahu ala që Zoti të jetë më i madhi në zemrat tona. Dhe të jetë gjithashtu edhe në gjuhët tona dhe në veprat tona dhe në jetën tonë përgjithësi. Me kaq po i do fund kësaj pjese, e do të vazhdojmë inshallah në pjesën e dytë. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.